Vetëm 3 javë më parë, Sokol Sadushi shihej si një nga figurat më të paprekshme dhe me ndikim në sistemin e drejtësisë shqiptare. Ai është ndër arkitektët kryesor të reformës të drejtësisë dhe u katapultua në krye të gjykatës së lartë, donse ligji parashikonte që ekspertë të nivelit të lartë nuk mund të zinin poste të tilla. Për më shumë se 3 vite, Sadushi ka drejtuar me dorë të fortë këtë institucion, ndërkohë në të njëjtën kohë ka kontrolluar dhe Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, strukturë që përzjedh kandidatët për gjykatën kushtetuese. Pikërisht roli i tij me ndërprerjen e parakohshme të 3 mandateve kushtetuese, një lëvizje që dukej si sukses, është thyer sot në bërimin e krizës që ka vënë në qendër të vëmendjes. Gjatë gjithë muajit tetor, Sadushi është përballur me një fushat të ashpër mediatike, sidomos nga Top Channel, për mënyrën e votimit në gjykatën e lartë, midis kandidatëve Asim Vokshi dhe Naureda Lagami. Situata përkeqësua dhe më shumë kur ai u harrua nga ceremonia e betimit të 42 magjistratëve të rinj, megjithëse firma e tij figuron në diplomat e tyre. Një veprim që shumë kush e lexoi si përjashtim të qëllimshëm. Ndërkohë, presidenti Bayram Begaj po vonon dekretimin e Vokshit, një tjetër sinjal se Sadushi po izolohet gjithnjë dhe më shumë nga polet e pushtetit. Sipas burimeve të BoardNews.al, tensionet kulmuan pas një bisede telefonike me Sadushit dhe kryeministrit Edi Rama më 30 shtator, menjëherë pas votimit për kushtetuten. Rama mësot i ketë kërkuar dhugari për zgjedhjen e Vokshit, ndoshta Sadushi ju është kundërpërgjigjur prerë. Nuk më shantazhon dot mua. Pak ditë më vonë, ai reagoi publikisht në mbledhjen e gjyqtarëve dhe në takimet me përfaqësues të Këshillit të Evropës, duke akuzuar hapur qeverinë për mos reagim ndaj problemeve të drejtësisë dhe zvarritjen e vetimut. Megjithatë, përplasja mes Edi Ramës dhe Sokol Sadushit nuk lidhet vetëm me një emër, që duket më e thellë, e ndërtuar mbi ambicet e Sadushit për të zgjeruar ndikimin në sistemin gjyqësor, diçka që për kryeministrin, i cili spranon në pole të tjera pushteti, përbën mëkatin më të madh. Siç ndodh me ish bashkëpunëtorët e tij të tjerë, nga Sajmir Tahiri deri tek Arben Ahmetaj, oreksi i madh politike institucional, duket se po i kushton shtret edhe Sokol Sadushit.